përsëri në ProLigj Podcast. Këtë herë në këtë episod do të trajtojmë një temë shumë aktuale me interes të gjerë publik, siç është rivlerësimi i pasurive të paluajtshme për ligjin e ri që sapo ka hyrë në fuqi. Si do të trajtohet ky ligj? Kush përfiton nga ky ligj? Kush është subjekt përfitimi i këtij ligji? Procedura konkrete që do të ndiqet nga qytetarët apo nga personat juridik e të tjera do t'i trajtojmë sot me zotin Gzim Kodra, ekspert i licencuar i pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme. Gzim, mirë se erdhe. Faleminderit për pranimin e ftesës. Faleminderit. Gzim, çfarë parashikon ligji për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme dhe cili është objekti i këtij ligji? Në thelb ligji për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme, ligji 85/2025, në thelbin e vet ka kapitalizimin e një pasurie të paluajtshme. Që do të thotë, ne në Shqipëri kemi të gjithë ose pjesa më e madhe e konsiderueshme ka një pasuri, por jo të gjithë e din vlerën e saj. Dhe thelbi i këtij ligji ky është që ti ke një pasuri dhe i jep vlera saj prone. 2 lek, 5 lek, 10 lek. Dhe të gjithë e din, kjo pasuri bën këtë vlerë që bëhet që jep ky ligj. Ligji për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme përfshin vetëm pasuritë e paluajtshme që janë njësi, apartamente e të tjera, apo është objekt rivlerësimi edhe trualli mbi të cilin janë ndërtuar këto pasuri? Ligji për rivlerësimin e pasurive përfshin çdo pasuri të paluajtshme e cila është objekt i regjistrimit në ASHK. Pra, çdo titull pronësie që është i regjistruar është objekt i këtij ligji. Cilat janë afatet ligjore të këtij ligji që sapo ka hyrë në fuqi, sa do të zgjasë ai? Sa kohë kanë qytetarët për të bërë këto proces apo këto procedura rivlerësimi? Sipas afateve të përcaktuara në ligjin e botuar së fundmi, në fletor zyrtare, është nga data 1 janar deri në 31 dhjetor 2026. Për procedura të cilat janë përfunduar deri në datë 31, ky ligj ka parashikuar një periudhë tranzitore 3 mujore për të përfunduar këto procedura. Por nga eksperienca e ligjeve të ngjashme më parë, është treguar që ka patur dhe shtyrje. Për shkak të interesit të lartë. Për shkak të interesit, të kërkesës së lartë të qytetarëve për të bërë rivlerësim e pasurive. Por kjo ngelet për të parë në momentin në përfundim të afatit të ligjit. Nëse një qytetar kërkon të bëjë rivlerësimin e pasurisë së tij të paluajtshme apo të pasurive të tij të paluajtshme, ku duhet të drejtohet dhe cila është procedura konkrete që ky qytetar duhet të bëjë? Atëherë ligji ka përcaktuar me saktësi rrugët, në të cilat janë 2. 1. Në qoftë se qytetari kërkon të bëjë rivlerësimin sipas vlerës së pasqyruar në ASHK, që quhet vlera e referencës ose vlera dysheme, në gjuhën popullore, vlera dysheme e përcaktuar nga shteti. Atëherë, për pikën 1 do bëhet aplikimin pranë institucionit të ASHK-s dhe pranon qytetari që të bëhet me vlerën e referencës. Pika 2 është në qoftë se qytetari do t'i japi një vlerë me vlerën e tregut pronës së tij. Qoftë kjo apartament, njësi tregtare, truall apo çdo lloj statusi ligjor i saj. Vlera llogaritet me anë e një eksperti privat, i cili jep një vlerë reale të kësaj prone. Këto janë 2 rrugët që përcakton ligji, që ka përcaktuar ligji. Pra, e para, qoftë se duan vlerën e shtetit, në gjuhën popullore, ose vlerën e tregut bëhet me ekspert privat. A ka një maksimum kjo vlera e tregut apo përcaktohet eksaktësisht nga ky i fundit dhe nga tendencat që tregu ka? Çmim maksimum nuk ka. Momente abstrakte të vlerave mund të kemi dhe rëndom qarkullojnë dhe në Shqipëri dhe në Tiranë, por që ka një limit. Një pronë shikohet në disa këndvështrime, ku janë aksesi, ndriçimi, pozicioni i saj, mënyra e arredimit, shumë aspekte të tjera. Pra, nuk mund të themi shablon që kemi 2 apartamente në të njëjtin kat me të njëjtin krah, po themi, perëndim apo lindje, dhe absolutisht vlerat duhet të jenë të njëjtat. Mund të jenë të parafërta, po kur të njëjtat. Shumë e qartë. A ka rëndësi
sepse e preke pak dhe e ceke më sipër, a ka rëndësi pozicionimi apo zona ku gjendet kjo pasuri e paluajtshme? E thënë me fjalë më të thjeshta, nëse një qytetar ka një pasuri në qytetin e Pogradecit dhe një qytetar tjetër ka një pasuri në qytetin e Tiranës, në kryeqytet, si ndikon kjo në rivlerësimin e një pasurie? Vlerat janë përcaktuar pak a shumë mbi bazën e tregut të një zone të caktuar. Meqense morë dy qytete, Tiranë dhe Pogradec. Pogradeci ka atë interesin e vetë të pronave dhe deri diku janë orientuar apo janë vendosur disa çmime. Pra, ku tregu vetë ka vendosur këto çmime apo këto vlera pronash, po themi. Në qoftë se flasim, në qoftë se pyetja ishte konkrete, pra ishte për pjesën midis qyteteve, mbi bazën e kërkesës së qytetit, interesit që ka, absolutisht dhe çmimet janë më të larta. Duke qenë se norma tatimore e rivlerësimit të pasurive të paluajtshme sipas ligjit konkret është 5%. Çfarë përfiton qytetari, çfarë duhet të di, pse është e domosdoshme ky proces për të bërë tani që ligji është në fuqi, si e ndihmon atë për të ardhmen për të rritur vlerën pasurisë që ka? Të rivlerësosh pasurinë është një proces. Benefitet e këtij procesi janë të shumëllojshëm. Kjo rivlerësimi ka më shumë peshën aktuale, ka peshën e vet më të madhe, vetëm në pjesën se në Shqipëri që pas viteve 90 ka patur, nuk dua të them çrregullime ligjore, por ka patur hapësira apo mangësira të shitblerjeve, të abuzimeve në thonjza, jo tendencë negative, të abuzimeve ndoshta edhe nga padituria e të vepruarit të qytetarëve apo të painformuar. Vlerat e tyre janë vënë kryesisht i vinin për të shmangur tatimet, pra shkonin në kontekstin më të vogël, kurseni 5 lek dhe vinin vlera më të ulët, por haronin se koha ecën dhe zhvillimet bëjnë të vetën, që vlera e pronës edhe kur e shet duhet të kesh të deklaruar, sepse dhe deklarimet janë individuale. Pra, një person ka një pronë, e shet dhe nesër kur e deklaron thot të ardhurët e mia janë prej kësaj. Pra, impaktet e vlerave të pronës janë shumë të gjëra. Është një temë shumë e gjerë për të shtjelluar dhe për të folur. Përfitimet janë, po flasim në rrethin më të ngushtë. Qofse e ka regjistruar një pronë, po themi 100.000 euro, po flas me shifra të rrumullakta, dikur, sot ka vajt kjo vlerë pronë 200.000. Për diferencën 100.000 euro, pra nga 100 në 200 që do shitet sot, përfitimi është nga 15, paguan 5%. Pra 10% e këtij 100.000 eurosh fiton qytetari dhe i ngel në xhep. Pra në qoftë se do ja jepte shtetit 15%, 10% do t'i ngeli. Pra po doni ta zbërthejmë me shifra, në 100.000 euro do thotë do pagonte 15.000 euro tatim. Ndërkohë tani do paguaj 5.000 dhe do t'i ngelen 10. Ndoshta një qytetar që mund ta bëjë këtë proces nuk e ka në objektivat apo në planet e veta familjare apo personale. Ta tjetërsoj atë pronë sot, por jeta është aq dinamike në ditën e sotme sa që askush të paktën në Shqipëri nuk po bën dot plane dot aq eksakte. Që do të thotë ti se ke sot në plan dhe nesër ndryshon projeksioni i jetës apo ana profesionale apo puna dhe të imponon të bësh një veprim për të gjetë zgjidhjen në një veprim tjetër të jetës. Kjo është ajo e mira e këtij ligji, nëse do duam ta themi kështu, që mund ta bëjmë. Pra të bëhet rivlerësimi sot dhe nesër nëse ka një projeksion jeta tjetër, e ka të gatshme të kryer. Nëse qytetarët, individët apo personat juridik kërkojnë të bëjnë procesin e rivlerësimit me një ekspert të licencuar siç jeni ju në këtë rast, ata drejtohen tek ju përpiloni një raport vlerësimi. Cila është procedura konkrete që ju ndiqni? Ky aplikim a bëhet elektronikisht për rivlerësimin? Atëherë, objektet e rivlerësimit janë dhe personat fizik, dhe persona individ, dhe persona juridik. Këtu dua ta ndaj pak të pjesë, sepse personat individ dhe personat juridik kanë dy veprime pak a shumë të ngjashme por të ndryshme në procedurë. Në rastin e individit, individi përpara se të bëjë aplikimin për rivlerësim pasurie, bën një ballafaqim të vlerës së referencës. Po themi në një zonë caktuar dhe po flas me shifra të rrumullakta,
është 100.000 lekë metri katror i apartamentit. Kur në atë zonë tendenca nuk është më 100.000 lekë, po mund të jetë 150 apo 200.000 lekë për metër katror. Pra është e dukshme dhe nuk është e nevojshme të merret informacion. Atëherë qytetari i drejtohet një eksperti privat dhe eksperti nxjerr vlerën. Mund të dalin 140, mund të dalin 160.000 lekë metri katror. Pra diferenca nga vlera referencës që ishte 100.000 lekë do vej në 150.000 lekë apo 160.000 lekë. Pra vlera tregut është diferenca nga 100 dhe 160. Dhe bëhet akti i ekspertimit. Akti i ekspertimit është një dokument që duhet të bashkalidhet në aplikimin e ASHK-s për të dalë vlera e diferencës vlerës për 5%. Pra, kjo është për individin. Personat juridik kanë një procedurë paksa ndryshe nga individi. Personat juridik që janë shoqërit, po flasim, firmat, të cilat kanë kapitale në emër të subjekteve, këtë procedurë do ta bëjnë nëpërmjet institucionit të tatimeve. Pse? Sepse tatimet janë ato që do llogarisin vlerën në bashkëpunim dhe me ASHK-n. Pra, është pak ndryshe si procedurë, nuk është e njëjta, por deri te pjesa e vlerësimit pasurive do veprohet me vlerësues. Patjetër që personat juridik do operojnë me ekonomistën e tyre dhe institucionet tatime për të deklaruar vlerën e re të pronës së kapitalit të tyre. Ajo çfarë duhet saktësuar që mund të ketë interes të gjerë është një pyetje që shumë e thjeshtë dhe bazike. Nëse një qytetar nuk e ka, apo një person juridik nuk e ka dokumentin e pronësisë, çfarë bëhet me ato raste, për shembull kur ka një AMTP, një kontratë porosie, apo është në proces legalizimi, apo ka marrë vetëm vendimin e legalizimit? A i nënshtrohen këto tituj pronësie rivlerësimit të pasurive të paluajtshme? Pyetja shumë interesante dhe prek interes shumë për shumë të gjërë. Në Shqipëri, për fatën e mirë apo të keq, pas viteve 90 ka pat zhvillime shumë të mëdha. Po ashtu ka pat dhe probleme në regjistrimin e këtyre pasurive. Ju cituat AMTP-t. AMTP-t janë akti marrjes tokës në pronësi, në përdorim. Është procesi legalizimit që Shqipëria u bë një zhvillim ashtu siç u bë, për u bë. U bë një ligj në thonjza ligj amnistie, ligj legalizimit të tyre. Kemi dhe rastet e kontratave të porosisë së famshme, ku shumë pallate janë ndërtuar mbas viteve 2005 kryesisht, masivisht në Tiranë, por dhe në Bregdet ka pat shumë fenomene të tilla dhe nuk janë regjistruar akoma për 1001 arsye. S'kan marrë një certifikat përdorimi për ato objekt. Nuk e kanë marrë fare. Aktualisht ato prona sot kanë jetë ekonomike. Ato prona sot gjenerojnë të ardhura në një mënyrë apo një tjetër, qoftë edhe se banon familja, qoftë edhe se janë dhënë me qira. Pra, ato janë sot asete të cilat gjenerojnë të ardhura ekonomike. Kanë kostot e tyre, kanë të ardhurat e tyre. Pra, janë gati për qarkullim civil. Në këtë ligj që sapo u miratua, po themi sapo miratua që u dekretua për hyrjen në fuqi, gjatë procesit të miratimit ishte parashikuar që të ishin dhe këto zëra pasurish. Nuk u miratua, nuk e dim arsyen pse. Ndoshta kjo shkakton konfuzion mbi pronarin real? Jo, absolutisht nuk krijon, sepse po marr AMTP-t. Po e marrim me zanafill që nga 90-ta. Ligji 1751 i dha të drejtë gjithë familjeve bujqësore të pajisen me aq metra tokë saq e miratonte zona, saq ishte sipërfaqja totale e një fshati. Pra, ata u përfshin dhe përfituan këtë. Nivele të ndryshme të njerëzve nuk e arritën ta bënin, apo kapacitetet apo mundësitë nuk e arritën ta bënin këtë regjistrim në kohë. Dhe sot që ne flasim ka një numër shumë të konsiderueshëm, duke përfshirë gjithë Shqipërinë, që nuk i kanë regjistruar akoma. Por AMTP-t i kanë. Pra ata janë gja pronar të atyre pronave, jo vetëm që i përdorin, por dhe AMTP-ja deri diku i ka bërë pronar. Thjesht ai procesi, ajo hallka për të kaluar te ASHK-ja, kjo është hallka që ata i penalizon për këto veprime. Ose dhe legalizimet. Ligji ka lënë hapësirën nëse ti ke bërë vetë deklarimin, deri në atë fazë ti të ka dhënë hapësirë që të quhesh pronar në thonjza,
sepse ti e përdor, ti mund ta kesh dhënë në qira, mund të banosh vetë. Pra ajo ka një të ardhur ekonomike si pron, pra gjeneron diçka. Po ashtu janë dhe kontratat e porosisë. Shumë pallate që janë bërë që nuk janë regjistruar. Ato janë dhënë o me qira, o gjenerojnë, mund të jenë njësi ekonomike, parkinge, apartamente, ose banojnë, gjenerojnë, pra jepin me qira. Ato gja janë në treg. Dhe mos përfshirja këtyre lë pak hapësirë për diskutuar, po ligjvënësi kështu e ka menduar dhe kështu e ka vendosur. Thjesht do ngelen të penalizuar këta individ, që këta individ jo të gjithë ka qenë vullneti tyre për mos ta regjistruar. Pra ligji në vetvete ka penalizuar jo ata që s'kan pas vullnetin apo dëshirën për ta kryer këtë veprim në regjistrim në ASHK, por dhe ata që kanë pas vullnetin, po janë penguar nga rrethana të tjera, ndoshta edhe nga rrethana institucionale apo administrative ose nga individ të ndryshëm, janë penalizuar. Pra i ka penalizuar që të gjithë këtë target group. Gëzim, si do të ndikojë udhëzimi që është në fuqi 2023-shit i përbashkët ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Agjenciisë Shtetërore të Kadastrës për përllogaritjen e çmimeve që do të kenë në rivlerësim pasuritë e paluajtshme? Nëse referohen udhëzimit 34 të 2023-shit, udhëzimi i përbashkët, ai është një udhëzim i cili ka zënë vend dhe ka qenë i domosdoshëm që më herët për të dalë. Udhëzimi ka specifikuar për rastet, pra dhe nuk ka lidhje me ligjin për rivlerësim e pasurive. Pse? Nga viti 2021 që ka qenë periudha e fundit e rivlerësimit, që ka qenë një ligj, sepse në vetvete ky ligj i rivlerësimit është në thonjza është një amnisti, po e quajmë, në thonjza. Pra aq kohë sa të falë një pjesë të vlerës, një përqindje caktuar në vlerë. Dhe ka qenë një domosdoshmëri për objektet e vjetra, për objektet të cilat janë ndërtuar shumë herë dhe kanë pasur dhe amortizim. Objektet të cilat dhe nuk janë investuar në to. Pra, një apartament që është ndërtuar para 90-s, po themi, apo dhe pas 90-s, tek të cilat nuk janë investuar ndër vite, ai apartament quhet ka amortizim në vete. Sepse teknologjia, termat e jetesës janë rritur, cilësia e jetesës janë rritur, kushtet e pronave janë rritur, kushtet e cilësisë ndërtimi janë rritur, kështu që bën diferencë një ndërtim i vjetër me një ndërtim të ri. Automatikisht një ndërtim i vjetër nuk mund të ketë të njëjtën vlerë në treg me të riun. Dhe kjo kap një pjesë tjetër. Për shembull, unë kam një pronë të cilën e kam në vitin 90 të ndërtuar. Unë nuk kam investuar asgjë në atë pronë, por unë nuk jam i detyruar që të shes me vlerën e referencës 100.000 lek, kur ajo pronë nuk e ka 100.000 lek vlerën reale. Dhe unë e shes me 50.000 lek për metër katror. Po i referohem me shifra të rrëmullakta. E shes me 50.000 lek. Mua ligji më imponon, sepse referenca këtë ka bërë, që imponon dhe të gjithë qytetarët, që nën këtë vlerë ti nuk e shet dot. Ti mund ta shesësh, por je i detyruar të pagosh. Detyrimet e shtetit i pagosh. Të pagosh 15% për këtë vlerë dhe e ka me imponim. Mua, nëse kam këtë pronë, nuk e pse me imponon, kur unë këtë pronë ta shes me 50.000 lekë metër katror, nuk do ta shes 1 milion lekë. Pra, pse duhet pagoj unë për 50.000 lekë, sepse unë jam koshient që kam të amortizuar. Dakordcoj këtë vlerë. Pse duhet të më tatosh për 1 milion lekë kur unë po shes me 500.000. Pra, kjo ka bërë deri diku ta pranoj realitetin, por jo se e ka zgjidhur atë. E ka pranuar, e ka amortizuar deri diku realitetin e pronës. Flasim këtu për udhëzimin 34 të 2023. Shumë e qartë. Nëse një certifikat pronësie gjenden më shumë se sa një pronar, pra jemi në rastin e bashkëpronësisë, a mundet që të paktën një pronar ta iniciojë procedurën e rivlerësimit pasurisë? Rivlerësimi pasurisë, që të jemi pak të qartë kjo pyetje, rivlerësimi pasurisë nuk ka të bëjë me individin, por me pasurinë. Një pasuri mund të ketë disa pronar ose një. Iniciativën për të bërë rivlerësimin e pasurisë mund ta bëjë dhe një nga këta pronar. Ku krijohet diferenca? Në qoftë se në kalkulimin e vlerës tregut, pra procesi i rivlerësimit, nga vlera ai mund ta ketë 0 lek dhe po e bën 100 lek. Diferenca e tatimit 5% del një vlerë monetare për të paguar. Bashkëpronësia
të bën që të jesh i barabartë ose aq sa je pjesëtar në atë pronë, në detyrime dhe në të ardhura. Që do të thotë, ajo vlerë që do dali për tatimin, a do dakordësojnë ta bashkëpronar? Kjo mund të ngeli ngërçi, por në përgjigje drejt për drejt të pyetjes është që një bashkëpronar mund ta bëj këtë iniciativë, mund ta marrë përsipër vetë ta paguaj dhe në dakordësi dhe me bashkëpronarët e tjerë në moment që do të jetërsohet prona, bëjmë ndarjen e vlerës për kace. Nuk e di nëse isha i qartë. Pra sepse nëse janë 5 bashkëpronar, detyrimi është 500.000 lekë, secili do të pagojë nga 100.000 lekë. Por të tjerët nuk i kanë mundësinë. Pra bashkëpronarët nuk i kanë mundësinë dhe bëjnë një zgjidhje të tillë. Dhe iniciativën mund ta bëj edhe një nga bashkëpronarët. Shumë e qartë. Nëse një pasuri e paluajtshme nuk është përfituar ndërmjet shitjes, pra nuk ka një vlerë shitje, blerje më saktë, por është dhuruar. Dhe normalisht vlera e dhurimit e dim që nuk ekziston, është zero. Si bëhet kalkulimi i vlerës, i diferencës për pasuritë që janë përfituar nëpërmjet dhurimit? Atëherë, të gjitha pasuritë që janë përfituar nëpërmjet dhurimit, koncepti i dhurimit është që një individ i dhuron një dhuratë një individi tjetër. Në rastin konkret flasim për pasuritë paluajtshme. Dhurata është 0 lekë. Kjo pasuri e paluajtshme ka marrë vlerën 0 lekë. Dhe këtu flasim vetëm për procese transaksionesh. Se në të vërteta e pronë nuk e ka 0 lekë, se po të ishte 0 lekë nuk quhet dhuratë. Por quhet 0, për efekt administrativ quhet 0. Në moment që do kryhet një transakcion me vlerën që do vendoset në kontrakt, vlera do kalkulohet nga vlera 0 deri në vlerën X të kontratës që do finalizohet. Shumë e qartë. Cila do ishte këshilla jote apo thirrja jote publike për të përfituar sa më shumë qytetarët në këtë moment që ligji është në fuqi deri në 31 dhjetor të 2026-s? Thirrje, sensibilizim sa më i madh dhe ndërgjegjësim. Pasi ligjin vetvete për rivlerësim e pasurive janë disa procedura amnistie, siç e tham, që duhet të shfrytëzohen në çdo moment. Ky është një rast i mirë për të sensibilizuar gjithë pronarët e pronave që të bëjnë rivlerësimin e tyre. Pse? Ajo pronë do t'i ketë një vlerë, nesër nëse do vijen para disa situatave, do t'i duhet të kryej transakcion me atë pronë, e ka me vlerë dhe janë më të lehtë për të vepruar dhe për të negociuar me një blerës. Sensibilizimi tjetër është që duhet patjetër që të gjitha pronat të jenë me vlerë. Nuk mund të parashikojmë që të gjithë do jenë të gatshëm për ta bërë këtë, por kush ka një synim për të shitur, për të këmbyer, për të vepruar me pasurinë e vet, në një mënyrë apo një tjetër duhet patjetër ta bëjnë. Por jo vetëm këta, duhet edhe ndërgjegjësim qytetar që ta bëjnë për veten e tyre, sepse siç thamë edhe më parë, jeta është aq dinamike sa që nuk e parashikojmë dot. Dhe kur të vjen atë moment e transaksionit, mos të ngelen pastaj financiarisht, të kenë pamundësi. Mos të ngelen të penalizuar. Kjo është. Për këtë mendoj. Gëzim, të falenderoj për prezencën tënde sot. Të uroj shumë suksese në vazhdimsi. Faleminderit dhe kënaqësi. Faleminderit shumë. Ju ftoj të vazhdoni të na ndiqni në episodet e radhës të Pro Ligj Podcast, të na bëni subscribe në kanalin ton zyrtar Pro Ligj Podcast me të njëjtin emër dhe në të gjitha rrjetet tona sociale. Faleminderit që na ndiqni.